Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdi falënderimi dhe kanë vetëm Allah xhaleshanu wa xhelalu. Salavat e selamet shpirtit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse mbi ne dha ata që ndjekin rrugën e Muhamedit alaihi salam, qoftë paqë dhe shpëtimi i Allahu xhaleshanu. Falenderoj imamin, edhe pse realisht kom qef unë të që këta. Kanë qenë të ri, i kemi mësu, i kemi eduku, e tash t'i njëm në bëha qefi, kër i përcillim edhe kër thonë fjallë të migra, po mbas i ka qef, ja disa minuta, po i kalëm bashkë këtu. Për të folë ka shumë, po e shka ma shumë mbrengohësën, është një problem që Allah xhaleshanu në ka ngarku me atë, e ne ndoshta nuk kemi aq edhe të vetëdijshëm që e kemi atë barë me veti. Thotë Allah xhaleshanu në një ajet, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahu al-azim. Thotë Allah xhaleshanu në emanetin tonë. A qëka është emanet? Pa emanet është kur të qka i let dikuj, në besim, të arruje. Qka tjetër e tjetër? Mirë po emanet nuk lihet diçka qka nuk ka vlerë. Kur se plekën atë, po diçka qka është e vlerëshme, ajo lihet emanet. E dhe me thënë, Allah xhaleshanu ka pas diçka me vlerë shumë, xhelalu. Edhe ka desh dikuj që alone në ruajtje. Se emaneti duhet të ruhet, duhet të kthehet, basta koha duhet të kthehet. E kujt mjalën Allah xhaleshanu këtë gjanë emanet në ruajtje. Normal, dikujt nga krijesat e veta, se gjithë çka përpos Allah xhaleshanu, gjithë çka është i krijuar, gjithë çka është i krijuar, krijuesi është Allah xhaleshanu. A është toka, është qielli, a është gjithësia, a është ai në gallaksiet, çka tjetër, këtë krijesat e Allah xhaleshanu. Allah xhaleshanu i krijesën më të madhe. Inna aradna ala as-samawat. 7 ka qiell. Jo një që për 7 ka qiell. Krijesë e Allahu xhaleshanu. O qiell, o krijesë të mia. Unë kam një emanet, duhet ja u ta ruajni. Nëse e pranojni këtë emanet edhe e ruajni, unë për ruajtjen e këtij emanetit do të ju shpërbrej. Sipas haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma la aynun ra'at, çka syri nuk ka pa, wala udhnun sami'at, çka veshi nuk ka ndëgju, wala waqa ala bal ahad, edhe askujt mendja si ka shku, se ka ashtu shpërblime. Do të thënë, është një diçka emanet me vlerë të madhe, duhet të ruhet, e për pranimin edhe ruajtjen e emanetit, shpërblimi maramendës. Maramendës, çka të thush, nuk ka tepër çka. Çka syri se ka pa, ti nuk mund të thush kursi se ka pa. Çka veshi se ka dëgju, mendja si ka shku dikush, çka ashtu mund shpërblehet dikush. Ama në anë tjetër, nëse e pranon edhe e damton, e humbën emanetin, e shkatron, e prish, nuk ka rënë si duhet. Atëherë, kom ta bëj azab, të njëjtën azab që syri se ka pa, veshin që ka dëgju, e mendja askuj nuk ka shku se dikush dikoni për bëjk azab që ashtu. E kur i tha Allah xhaleshanu 7 ka qiell e kështu, thënë o Zot, nëse është urdhër jetë me më, dhe e pranojmë, a nëse është me vullnetin tonë, nuk jemi na për këtë emanet. Nëse në urdhën ta marrëm, u kry puna. Ama nëse me vullnetin tonë, nuk qekim, nuk kemi atakat, kon ka mesele rëndje. Jo, nuk është se urdhën, kom qef të ku qalon e emanet. Faleminderit. O ashfaqna minha, nuk lina për këtë. O al-ard tokës, o tokë, o krijesa ime, i bollë fort. Kështu kom një emanet, talon, tarush, po që e rujte, shpërblej kështu, ama normal, edhe nëse e humbën emanetin. Kujdes, dënë që s'kom dënu askant, se dënë e tej. Edhe toka e ngratë, krijesa e fortë, Allah xhaleshanu. Nëse është urdhër, ne pranojmë urdhën tonë, a nëse është me vullnetin tonë,
atëherë nuk kemi për këtë emanet. S'kena kudret, s'kena takat. Jo, me vullnet është. Me vullnet është. Së ne bëjmë. O l'gjibal e kodrat, malet e Allah i të lëshanë. Qëfar fuqi është në ta, malet dhe kodra. Oj kodra, po ju me pranonje. Ju pranonje, runje. Dhe t'ju shpërbej, kështu. Ama normal, si mos e runje dhe t'ju dënoj. Edhe kodrat e ngrata, nëse është urdhën dhe në sekret prapë. Ama nëse është me vullnetin tonë, asë nga nërkohë, asë në bëjmë. Jo, me vullnetin tukin. Asë kodrat e pranohë. I këthjet Allah të shanë në kresës të vogël. Kuj? Insanit. 1 metër, 2 metër, hajtë do kanë më të bëjë. Pasa ka kanë të kanë lojt njerëzor, o njeri. Lojt njerëzor, o njeri. Apo e pranon të iket. Dhe manetit Allah që në herën e katët ja afron dhe njerit. Apo e pranon. Ta shpërbej, si ta pranojsh, ta arrojsh, dhe shprej qëkështu. Si gjinëve, fillua pite 7 kaqirë, me tokë, me kodra, njëtët e përshkrimi, njëtët cilësi. Njëri që ki njëri, s'ka loj njëri zotë qaj është. I thotë, o zotë Gjelle Gjelalu, me erujt unë qatë emanet, këtë që të të mirë të të mjamsh, që ka mund sirës më ka pa, sirës të ka pa, vjesht të ka ndëj, po të që të që ka pa, sirë me i pas, të kush bëhash. Që të që të ka ndëj, sirë, veshit me i pas, që kush bëhash. Po menja ka të ka shku, tërma të poshtë me i pas këtë ato. E thë, o zotët, këtë që këto, di ke musaru e manit, kresi, ama, mes me erujt, me pranu, mes me erujt e manitin, dënimi është kështu. Po, e di dënimin, ama, e di kjo si është. Është fort nuk kom kontakte me botën e jashtme, ma shumë të shpija, të xhamia, se sa me njërë, për para lushin e lotaria në Makedonia. Tash kanë darë të kazinot, 200.000 euro, 500.000 euro, më tha tash. Fitajmi math, me i math që ka zëmë në dërës. E shumë dikush shkon atje. Luje s'ka, po qaj është? Allah i thotë që pranoj emanetit dhe të shpërblej, ama, se ta pranoj që mëse rush, dhe të dënoj. Për në kazinë dhe hupën, në lotëri hupën. Mund 1 milion një fiton, që në këtë hupin. Si ki hesab të ushe një lo që shumica hupin ati. Mirë për e pranoj, o hamele hal insan, e pranoj insan. O ba, innehu kene dhalumen gjahula, a i me të vërtet ka qenë zlumqar i vejti tëtë. Zlumqar i vejti tëtë, edhe gjahil. Gjahil nuk e ka logarit mirë, se qka është të pranoj. E për që në emaneti po të fjallë. Qka pakën ki emanet që Allah Gjenshanë, që këta jetë kerime, në e spjegoj kështu në detale, si ka fillon me 7 ka qenë, jo ka afro emanetin, se kanë pranua, me tokën, se ka pranua, me kodrat, nuk e kanë pranua dhe kodrat, fe e bejnë e njahmilha u ashfaknë minha, e refuzun pranimin, nuk e pranua, e refuzun, ama, jo, në të refuzim, jo, unë se poj, jo, u ashfaknë minha, o zot, për nuk jena në përket. Ne nuk jena, nëse do të në ngarkosh, ajo puna jote, dhe da jote, ama ne nuk jena për këtë emanet, se në rrujt. A, kurse ki qetëri, ki ma i vogli, ma i dopti për ketëve, ki i dulë, zote dhe e mure emaneti. Për çfarë emaneti? Për çfarë emaneti? Allah Gjenshanë, në atë programin e vetë Gjelle Gjelalu, i cili është i vjetë asashmet, Allah Gjenshanë, e ka para po që të ketë njerëzi, e ketë njerëzi të ngarkoje me diçka, që ne dhe e qujmë fe e shpallo për Allah Gjenshanë. Ajo është e vetë në fe ishë islamë. Dikush që i përdorën fe krishtene, fe ortodokse, fe jahude, ato si janë fe. Ato nuk janë fe. Fe e vetë me shpallu për Allahu Gjenshanë është islami. Pitë të Hazreti Ademi, islam ka kanë. Pitë e Hazreti Nuhi a.s. musliman, Ibrahimi a.s. musliman, edhe krejt pejgamberët në radhë, deri të Muhammed s.a.s. Kur një për atinë s'ka kanë, kur që tjetër, vetëm se musliman. Se fe islami, inne dhine, inne Allah islam. Fe e vetë me të Allah Gjenshanë, fe islami.
E tash, në shariat se ka وقد جعلنا لكل شرعة ومنهاجا edhe çdo kujt kena bërë shariat dhe programe jetë, ajo është diçka tjetër. Po çka ti ka kip emaneti në përgjithësi. Për të kuptuar këtë shumë më mirë, është rasti i Haxhit Lamtumirës. Këtë di Haxhin Lamtumirës, kemi dëgjuar për atë, ka qenë gëzim, ka qenë edhe pikëllim, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetëm ja ka vënë me dije se u ja thon haptës shqyqoni se si e krim Haxhin, si e bëj unë Haxhin edhe merrni rregullat e Haxhit për meje, se unë nuk e di mot ata jem me ju, a nuk ta jem. Nuk e di mot ata jem me ju, asë. E nuk kem problem. 6 muaj pas Haxhit edhe në rrjet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E në Haxhin Lamtumirës, në Arafat, nuk e mbajt fjalimin e hutbes, hutbetul wada, ashtu quhet në për librat e shariatit islamit. Fjalimi i Lamtumirës, se më mur hadar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, prej muslimanëve që ishin prezent në Arafat, që ishin haxhillë. Mirë, po në fund të fjalimit është shumë interesant, e aty dhe kuptojmë për emanetin. Që ka emanetin. Në fund të fjalimit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju drejtohet të pranishmive edhe ju thot ela hal ballagt. I pyet ela hal ballagt. Vallë, ajo bëna teblig feje. A teblig do të t'ja përcjellish, t'ja interpretosh, t'ja kallëzosh. Normalisht, 23 vjet çka bëni punë tjetër, por çat feje që ja u kallëzoi, ja u mësoi të fejnë e muslimanëve. Ashtu që kret me një zonë tan bela ja Rasulullah. Po si jo? 23 vjet çka ke bën? Fejnë ke bën teblig. Nuk ke kënaqet me çaj bela. Me çaj po si jo ja Rasulullah. Nuk ke kënaqet. Do të diçka më tepër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe i pyetën edhe një herë, ama edhe zonin bli pak e ngremanat. Ela hal ballagt? Unë edhe ju pyes. Ajo bënat teblik, ajo porcia fen. Ajo mësova fen, ajo tregova fen, halal e haram e farz, ajo mësova këto. Tash më zon pak më të thon bela ja Rasulullah. Po i dërguari Allah. Po. Diha. Nuk mjaftoi edhe me këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe herën e tretë pyetën. Edhe me zon hala më të nalt. Ela hal ballagt? Ama sigurisht më pës. Ajo kom më të blik fejën, ajo kom interpretu fejën, ajo kom mësu fejën. Ato edhe ata me zonë hashmanal. Bela, ja, u shton këtë Arafati, bela, ja Rasulullah, po si jo i dërguari Allah, po si jo i dërguari 3 herë. Bas 3 herë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i çoi dorën drejt qiellit. Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma 3 herë. O Zot, dëshmo. O Zot, bënë dëshmitar, o Zot, bënë shahid. Dëshmo o Zot, çfarë dëshmoj? Bisedën mes meje edhe këtin që i kom përpara. Unë i thëmë, ajo interpretoa fen, ajo përcjella fen, ajo bërte, ato thëmë po. Ama, ajo di që ka ju pys. Po mërë po e di që hela hal ballag, me të vërtet, ajo kom mot në blik fejë. Po mërë në e ke bon, 3 herë në e ke bon, o Zot, dëshmo. Dëshmo së në e krita, që kriti? Emaneti. Unë e krita emaneti. E qita emanetin për qafës teme, e qita në qafën e këti që të kanë pranu. Edhe, i lëshon durët edhe ju thot, fel ju bellik e shahidu minkum el ghaib. A i tjeri për juve është tani prezent, në Arafat që ka ishin, ne t'ja u përcjeli këtë të tjerëve. Edhe që ashtu fillon muslimanët, prezi parë sahabët, i diti tabiin pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pa e tabiin, presën pas brezit te përcjell që këtë emanet dorë në dorë, qafë në qafë. Edhe kjo të shkruaj që kështu vllazën deri ditën e gjykimit. Deri ditën e gjykimit të kthehet Allah te emanetit. E si ti kthehet, ajo është temi tjetër. A di kthehet ashtu si e kemi marrë, që kemi pranuar, ose si e kanë pranuar, atëherë e kanë pranuar, apo Zoti na ruaj. E po ta gjillimin se elhamdulillah bagin moshë. Nuk e di këtu nuk shoh ku një as afër me jetën në moshë. A këto këtë ka qenë fëmijë, më një vakët ku po qenë hoqë, ka qenë shumë kohë derse, një hapash ka qenë derse, to s'ka qenë as lindë në të kona, se dikundit mbi 60 vjet si imam, fillestar normal, po deri tash 60 vjet o Gjefendi. Ka shumë do ndryshime, alhamdulillah, pozitive. Shumë ka ndryshime. Po ka dhe shumë dhe tjera negative.
E kum kuptu jetën e feja si e kum kuptu atë në ato kona, po tash e kuptoj edhe e shoh pak më ndryshe. Për para, punëshim në fush, korshim, nuk e di që, po e shqetishim e përcesim hava se këtë korë dhe me dalë dhe një shejt, i dhe në grunin të korë, po logë, thëshim, pa lidh, shkojte bereqeti, e këshim gajle, e këshim gajle. Ka të një reje zesë, reja, njegëll e zesë, u frikshim ka të në zezave, sa ishin edhe ma të rëzdikshme. E sot, vazë, Islamit, që këtë fejes tonë, të shenjë, që e kemi marë si emanet, e duhet me përcjellë më ato tjenë. I kërcënohet një njegëll e erët e zesë, emaneti që ajo fejt të rohet, është emaneti jonë. Në rënd të parë, bismillah, e vladin, familjen. Se ata të mbrinë atë kohën, e ndikimit asë njëglës e zesë. Qka do jetë ajo e njëglë e zesë? Ama që nuk janë ditë të mira, nuk janë. Nuk kje sot shtetë musliman. Që të është, ki kje ka tama. Këtë luftat ka banë, mes vetit, këtë që mes muslimanve. Që reja e erët e zeza ka korë sukses që dhe kun të fute. Që si e si musliman të përqaje. Si e si musliman zihen me zveti. Bile dhe luftë të bëjnë. Meselin, mendime. Unë e kuptoj që kështu, ajo është qafet, ajo s'panë, ka dalë, s'panë Allah. Si mundohla të apëm që emanetin Allah që ne e ka dhonë, ta futim në britë dhejës. Emanet e shumë i madhë. Emanet e shumë i dhanë. Edhe nuk mirët mështë ta imësira. Duhet të kuptojmë se Islami është. Islami feja që kemë se emanet. Ama duhet të mësojmë se valla është për qajtë, nuk e di ju tritë mirë me internet para di trenetve, një sekt, në Turkije, Turqe folte, e pëjtën kalimtarët, sa reqatë ka sabahi, nuk di ka kalu dhe ku i bjuve, sa reqatë ka sabahi, pejës, sa reqatë, nuk i di, a që me shamije më të shoshu për mërak, grua, e pëjtën, nuk e di. Po mërë ku ka në ardhë, mëse me dërëm vejdi këtu në gjamina, alhamdulillah, me 5 vakët namazet, fëmi tonë në mektepen, ama sa jenë në një, sa përqind. I muslimonve që jenë, për shemë dhe, në këtë që jenë, a jenë 10%, 3%, e që të bësh me 5%, e me 10%, ka të bësh? 90% ku i kije. Më një vend që të mendon se islami që e luluzon, dhe le, që se dhe mohanë, fakt, pa mohushëm, e pëjtën, sare, gjatë, kasa, nuk e di. Muslimani nuk e di, po mësoj që të të një s'ka, dyllë të ne pëjti, qëtë dhe hasish që nuk e di. E atë, elhamdulillah, emanetin e atë e qurë një, ujë atë e qurë emanetin, qurë emanetin. Po, ndoshta edhe është dhe diku njërëzore, normale të kjetë edhe që gjonja është, po, më varsisht prej atine që i bartin këto emanetet, lëvizin në aspektin pozitiv edhe negativ, situata, bëhet ma mire dhe bëhet ma keq, e të lutim Allah Gjereshanu që ka gjenerat e rejt që janë edhe që vinë mas njeve edhe pse frege, se këto janë gjenerat, thëmë, pi sahabeve, në uzbene, i që përgjaj me sahabe, e mëse në bas sahabeve në të qirët, e më thë këto e nëzansit tonë, atë që të thëmë, e po, nëzans të këtine, dhe ma vundove, e po nëzans me kur të vinë, si dhe jetë, Allah i nartë. Allah në po e jone është dhe të bëjmë emanetin tonë si duhet. E si është emaneti, o dhe dashët, e hepë maksimumin tëndë, qatë që ka thënë Zoti, dhe si babë plakë, pëse mërë nuk ndikon të fëmi tuj, të edhe kësh, të jarësimosh, në aspektin fetar, pëse nuk jam mësën në lehami, pëse nuk jam mësën, të hoxha, pëse bëja le këtë përgjësin hoxhës, e vishë të heksh përgjësin që unë, që ka bëj une, e qëja që në këtë, ajo më cënë asë, a shkone, përgjë i bëj une. Unë i të më mitë, në ka tonë të kuj pësojmë, për në venës me jam, 1 vjetë, 2 vjetë, 5 vjetë, edhe ele, hala pa bëhat me ele, i thëmë haqis, po, filan,
E kalon me bëta joti nuk vënë që po gjithë t'i bëj fëndi. Oj, nuk di që t'i bëje, nuk di që t'a qoje. E rigjaja ime ishte kohën edhe lutja ime që këtë aspekt, kapital, ato që mirë me beznis, me afarizm e din, këtë mesjele, në pazar për shumë dhe tjete, se qka shkon ma mirë, ku në fitimi ma i madhë. E këtë në aspektin tonë e manetit, apo e me manetit, ku mund të investojmë që investimi të jetë profitabil, fitem të jetë. Të ashtojmë mendem, në falis peje, përë, të jetë të zhojtë do, që rrejnë ka pazare, që zdinë kur gjonë, në moshën 40 veçare, 50 veçare, ti marëm e ti mëcojmë. Qa dhe mëcojmë? Qka kjetë i mëjë? Jo, mirë është ati ti ka zhësh dërës, mirë dhe ta udhëzësh. Ama fitemi është i vogël atë, se i këbo 60 vjetë. 60 vjetë, i të shamirë jemë në shosh, kolegë. Ma zeka, Allah ti apë jetë është në. Dhe dalë të naltë në gjami, me një shosh të vjetë. Sa të ja kërë të gjuhë të një qëndeti ka dërës. Më rrimë në gjami, ku do të zani, kameti. Par kametit sënet, ama pak me vënjes të i bo. Në basë vetëm, së gjamat për para ishi. A në shumë është të ngatë. Gjallë është, mund të apëtë. Rap, tap, kishka bote, kom të u gjutë. Më dhe zekë. Më gabimi, përmisohet, bashkë që gabimi ke bon, përmisohet me seviseshte. Epse, lëmën e bon seviseshte. Kishua që i mbasë, të në ki epse, lëmën e seviseshte. Asa bësa të në ki boni gabim që kërë unë e di bo, i sënë halu. Ka bova unë, ka bova dhe këtë shka. Meri po në basë namazet, në basë dirësit, të dalë për që ne përdojtëm. A beto, qërë ka përgjë punë, pëse bërë në seviseshte? Po të e pëse bërë në seviseshte? A i s'kishë po seviseshte, ka bërë në shka. E ka bërë këtë të po seviseshte, a i që hinë gjamonë. Po a i që s'vënë gjami hiqë? Ku e dhja i që ka është seviseshte? A në kisën e ka gjodit. E ka po hoxë, ka po në kisë i hoxha. Po a i që hinë gjami hiqë, asë hoxën nuk është ja. Me bon ne të investojmë në fëmijë tonë, këtë dërës e kom në gjuhë, ose këtë fjallim e kom në gjuhë për një doktor kardiolog me emën Shqipënis, atëherë viteve 90, kur u qelë rruga për në Shqipëni, ishin do, bashkë të seminare do. Në një takim të tillë, e ndëgjoha të thonë, kështë po një analizë, se është për Shqipëni flasë në atë kohë, i kishtë da popullatën kategori. Ato që i kanë ka 50-60 ka penzija që janë, qka kjem ato? Ose hupë koma ata. Ama Shqipënia kishtë nevoj për të interpretu fejën, me o të rëgënjizë fejën, se 50-60 vjetë në komunizm e harron këtë shka është feja. Ama ati që i kanë ka 50 hitë, shka të qështë të rasa në ato. Si ta udhëzoj e Zoti, e ka udhëzoj, alhamdulillah, nuk e udhëzon, shnosh. Mënde, brezit pak ma poshtë 30 vjetë të naltë. 30 vjetë të naltë, këtë që në prindë, kanë kalamaj, fëmi. Do në të hanë, do në të bëjnë, do në të veshë, afkarlëk të madhë, pas komunizmit. Edhe atyre këtë është të furish për feje, për dajet, hajde në gjami, në falë, në dëlludhës. Kira gajle ka hajë. S'ka një vëtë ubim kohë, këtë e këtë. Po këto pim 20 vetë dërëm 30, pe këto 20 vetë dërëm 30, këti kanë fut në atë vokët, ishin modë të vokmenat, që i vishin në vesh, në ishin kongë, ishin bërëndime, dhe e zënë në gjo kongë e Leuiz. E këto dhe ati edhe krete kanë ka Evropa ato, në Evropë që këtë. E jo në është me këto pim 7 vetë, e të natë dërëm 20 vetë. Nëse që dhe i udhëzohëm, i dretohëm, elhamdulillah, nëse jo, ku gjësë këtë. Dhe të jasëm edhe që këtë, ta përfërde mëse zati, në kohën e komunizmit, këtë du të mbajnë një mend, edhe pse edhe kjo ka konë para 14 vjetë, para 50 vjetë. E nisën një iniciativë para prishës i Jugoslavisë, me drezja më veç e egzistojnë, kom kësi drejtori me drezja në atë kohë, i nësi edhe atë Macedonia e nisi. Macedonia, sa është ishte sistemi federativ. Të ngrejt në Macedonia miraton më, kuvendi Macedonisë e miratoj, e që kështë në kuvend të Jugoslavisë, në federatë, që kështë edhe që të kalojnë në botë ligjë. E që ka të botë ligjë, që i deri në moshën 15 vjeçare, mos i lanë fëmijët mësojnë për feje. Ta ndalin
mësim besimin, deri në moshën 15 vjeçare. Në 15 vjet me lëshuat e kush do të mësojnë, mësoj për feja. Po e të shka ishte, ai fëmijë që të mësohet, pin zashtë i vogël, 6-7 vjet deri në 15 vjet, si ti bëj 15 vjet nuk dretohet mo. Druni që ti bëj qash mosh nuk dretohet. Elhamdulillah, Slovenia edhe Kroacia, atë pak ma fetar, kanë kanë edhe jenë prapë ma fetar, edhe nuk kaloj ai ligjin në kuvendin e Jugosllavisë. Domethënë, ku ke poenta, domethënë me na i qit fëmijë pido a ente na i qit, keni kujdes. Keni kujdes. Ona pse shkon në shkollë, po shkollën kush e ka ndër kontroll. Shkollën kush e ka ndër kontroll. E po ato me ministreshe ishte në kohën e Covid, çka Covid që e mendon e çitën e shpikën, një vjet fëmijë mësuan online. Të shtëpia me telefonin e ne dunën sukseset hatashme. Kur një herë të pas suksese më të mira Maqedonia në arsim pjatë lot. A kur kush për fëmijëve stojtë, e shkyshin telefonin hinken atje në atë programin dhe të lujtë vetë mësuesi e ka atë numër që është në kompjuter. Kur gjosë mësuan, duli zotë që është e mi, se arsimi. Nuk është aja arsim që i ke. Po, duhet ta dini shumë mirë nëse me shkollët mesme kishim mësus. Unë e mbrënjat shumë mirë e di. Këtë mësus ishim me shkollët mesme. Normali i thëshin. Normali e gjimnazisht. E me normali mësue, që mësusi. Sot jo me normale. Ka kërë fakultet. Po më nështë edhe ka bot doktor. Nuk di ti mësue fëmi. E nuk i mëson. As mëson as kun shumë. Pse? Se dikuj vjen mirë. Hajde që është. E për mua të të jajtë, për në madhe. Kjo është në programin e qëtën e mjeglave të erta që i mundohen me mishë me shpirt të luftën islamin, se islami shumë dikuje i pengon Allah në dhe shajnë, Allah në arrujt, inshallah. Ma bojnë halal në shetë e prova. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, inshallah.